Është një thënie e bukur e cila thot: një mëkat i cili të then është më i mirë se një vepër e mirë që të vetë pëlqen. Edhe me të vërtetë njerëzit janë të ndryshëm. Normalisht që vepra e mirë zakonisht duhet me pas efektin kurues ndaj zemrës. Mirë po ndodh ndonjëherë që edhe ilaçi është smundje. Disa njerëz kur e bëjnë ndonjë vepër të mirë ju hin vetja në qef. Ju duket janë më të mirët. Edhe kjo është fatkeqësia më e madhe. Sepse ai atij që të hin vetja në qef nuk i ngritën vepra në qiell, nuk i pranohet asnjë vepër. Edhe këtë zakonisht e shohim tek ekstremistët. Bëjnë adhurime, bëjnë vepra, mirë po ju hin veta në qef dhe pastaj bëjnë tmera. Po në anën tjetër një mëkat që të then, të then me ndjemasin, të then vetë pëlqimin, pendohesh para Allahut, e kthen zemrën atij, kthehesh në rrugën e tij, kjo është më e mirë se një vepër e mirë që të vetë pëlqen. Por se zakonisht, siç e përmenda mëkati, zakonisht shkatron, zakonisht vepra e mirë të ngrit. Prandaj këtu janë vetëm përjashtime prej rregullës, andaj ta kemi parasysh.